përmes teknologjisë ta përhapim misionin e së vërtetës. Por mos harroni se janë mira sy që po na shohin. Dhe ata mira sy që na shohin, ndoshta nuk kanë mundësi, por zemrat e tyre flasin dhe thonë dhe shprehen, sikur të ishim edhe ne pranë tyre që t'ju ndihmojmë me fuqinë tonë, siç ishte rasti i Dhulkarnejnit. Dhulkarnejni tha me ndihmonin formtagrës së tatimi që të ndërtoj një penë mes jush dhe atyre, Yexhuj dhe Mexhujve, në surën Kehf është një ngjarje. Pra erdhën një grup të rinj dhe shkencëtar, fizikan, profesora, kimista, edhe ndërtuam një lloj pengese, një lloj barriere, sepse ishte një popull zullumçar që po i bonte dome dhe shkatrime popullit fiktiv që ishte ardhur Dhulkarnejni, popullit de facto de jure që jetonin aty. Ata kishin ardhur, bëheshin zullume ndoa dhe dofte të ndërtojë një barrierë pengesë që mos mund depërtojnë grabitçarët për shkatrimin e atyre tokave dhe pasurive që gjendeshin aty. Dhe kur i tha me ndihmoni, të gjithë u bën një ekip i tërë, dikush me lopatë, dikush me tru, dikush me laps, dikush me letër, dikush me fjalë, dikush me fuqi fizike, gjithë të cilët dhanë kontribut për ngritjen e të mirës dhe bërjen barrierë të së keqes. Dhe